Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka paraqitur një tjetër ankesë pranë Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, këtë herë lidhur me rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit në qarkun Korçë. Pas ankimimeve të mëparshme në qarqet Kukës dhe Berat, Partia Demokratike kërkon tani shpalljen si të pavlefshme të rezultatit zgjedhor në të gjithë qarkun e Korçës dhe përsëritjen e votimeve për kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur dhe zyrtarisht procesin zgjedhor, duke certifikuar rezultatet në 12 qarqe të vendit. Sipas tabelave përfundimtare, Partia Socialiste siguroi 83 mandate, koalicioni PD-HDSHM mori 50 mandate në kuvend, ndërsa forcat e reja politike ndan 7 mandate, 3 për PSD-n, 2 për Partinë Mundësia dhe 1 për Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria Bëhet. Partia Demokratike ka akuzuar për manipulim të gjerë të procesit, duke cilësuar atë si një masakër zgjedhore dhe po ndjek rrugën institucionale për të kundërshtuar rezultatin në disa qarqe të vendit.